Sherif Konjufca. Ndërkohë që regjimi i Beogradit e deklaron të përfunduar ofanzivën serbe në Kosovë, por ende vazhdojnë sulme ndaj fshatrave shqiptare të Kosovës, të cilat shkatërrohen pa mëshirë, kurse ushtria shqiptare e Kosovës e mbron krahun politik të saj dhe paralajmëron ndrrimin e strategjisë së luftës, klasa politike e Kosovës vazhdon avazin e vjetër të përçarjeve, duke u thirrë çdo herë në unitet, demokraci dhe institucionalizim shtetëror. Kështu, derisa njerëzit prisnin me padorim krijimin e qeverisë së koalicionit të Spektit të Gjerë Partijak në Kosovë dhe përfaqësimin e të edhe të përfaqësuesve të UÇK-s, në të njëjtën ditë ndodh që presidenti emëron një grup të ri negociator për bisedimin me palën serbo-jugoslave, kurse UÇK-ja Adem Demaçit ja jep mandatin për ta reprezentuar atë dhe për krijuar institucione shtetërore të Kosovës. Dhe me këto veprime në fakt vetëm sa u thelluan përçarjet e klasës politike të Kosovës, të cilat çdo ditë e më tepër po reflektojnë negativisht edhe në opinionin e gjerë të Kosovës dhe atë shqiptar përgjithsisht. Fakti që regjimit të Beogradit i ngutet që efektet shkatërruese të ofenzive serbe në Kosovë si materializoi edhe në planin politik ndërkombëtar, duke filluar negociatat me shqiptarët të përçarë e të dobësuar, është fare i kuptueshëm, por shumica e njerëzve në Kosovë e kanë vështirë të kuptojnë krijimin e grupit të ri negociator nga një spektër i ngushtë politik dhe shumë më pak reprezentativ se ish grupi negociator i suprimuar gjojën e të mirë të krijimit të qeverisë së koalicionit. Rrallkush në Kosovë mund ta ketë paraftërinë